Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio miq me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Music Plus në ditën e sotme dhe në këtë momente dua të përshëndes të ftuarën për sot Megi Koleci, përgjegjëse pranë Bashkisë Korç në sektorin e teknologjisë. Megi, përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë të rikthehem në valët e Radios Emanuel. Kënaqësi edhe për mua dhe të falenderoj që me zgjidhje angazhimeve gjetë kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë e programit në ditën e sotme dhe për të prezantuar një ndër aktivitetet më të fundit të zhvilluar përgjatë këtyre ditëve, në mos gaboj, 3 vjet, ë? 3 vjet? 3 vjet. Në ditën e njëjtë lançuam edicionin e tretë të një nga projekteve më të rëndësishme që zbaton Bashkia e Korçës, ICT Club, pra grupet e teknologjisë dhe inovacionit, të ngritura tashmë në 10 shkolla të qytetit Korçës. Pra, për këtë ne do të flasim gjatë sot, por pse jo, le të rikthehemi pak më parë, para disa vitesh, si lindi ideja e ICT Clubs dhe cili ishte vizioni juaj në hapat e parë të këtij rrugtimi? Krijimi i grupeve të teknologjisë, klubeve të ICT-s për çdo shkollë, lindi si pjesë e vizionit të Bashkisë Korçë për të zhduruar qytetin në një qendër të zhvillimit teknologjik. Janë bërë hapa të mëdhenj për të zhduruar qytetin në një qytet teknologjik. Korça prej 5 vjetësh ka hubin e saj të inovacionit dhe të teknologjisë të pozicionuar pranë bibliotekës publike Thimi Mitko, ku ka hapësira trajnimi, hapësira workshopesh, hapësira për zhvillimin e hackathoneve të ndryshme dhe trajnimeve dhe sesioneve në fushën e teknologjisë. Ideja për të krijuar klubet e teknologjisë dhe ICT-s brenda shkollave të qytetit lindi si pjesë e vizionit në mënyrë që fëmijët dhe të rinjtë mos ishin vetëm përdorues të teknologjisë, po të ishin krijuesit e saj. Dhe kështu, pranë çdo shkolle, ne kemi ngritur klubet e teknologjisë, janë gati 50 nxënës të përfshirë në secilën prej shkollë, që unë do t'i rendit cilat nga shkollat janë të përfshira në projekt. Janë 5 shkolla 9 vjeçare të përfshira në projekt dhe përmend Stavri Themeli, Sotir Gura, Sevasti Qiriazi, Mësejn Torja dhe shkolla jo publike Omiros. Dhe janë 5 gjimnaze të mesme të përgjithshme që janë pashtu të përfshira në këtë projekt. Përmend gjimnazin Themistokli Gërmenji, Raçi Qirinxhi, shkollën profesionale teknike dhe 2 kolegjet jo publik Omiros edhe kolegjin Preka. Do me thënë, të gjitha këto shkolla kanë qenë që prej fillimit apo përgjatë viteve janë bashkuar? Të 10 këto shkollat kanë qenë prej fillimit. Pra këtë vit ata kanë çelur edicionin e tretë të programit. Një element shumë i rëndësishëm që dua të përmend në lidhur me klubet ICT-s është sepse i gjithë programi, i gjithë hackathoni, konkursi, trajnimet që bëhen ofrojnë falas. Pra mbështetja e Bashkisë Korçë për të rinjtë dhe për t'i orientuar ata drejt teknologjisë, inovacionit, bën të mundur që programi të ofrohet falas. Pra është nga vjen si mbështetje financiare e Bashkisë Korçë. Dhe ajo që mua më mbeti në mendje nga gjithçka që prezantove deri më tani është që fëmijët të rinjtë ishin jo vetëm përdorues të teknologjisë, por mbi gjitha të krijonin, të krijonin dhe kjo është diçka patjetër pozitive dhe sidomos me zhvillimin e teknologjisë në ditët në cilat ne jetojmë, është një nevojë tashmë që të gjithë fëmijët, të rinjtë, pjesa më e madhe e tyre të kenë këtë qasje kundrejt teknologjisë, pra për të marrë më të mirën prej saj. Përveç se krijojnë, ata bashkëpunojnë, janë grupe prej 5 nxënësish që formojnë grupin e tyre, bashkëpunojnë me njëri tjetrin, ndajnë idejojnë, guxojnë, krijojnë në fund projekte me impakt për komunitetin. Në fakt, sikurse ju e përmendët, sot jeni në edicionin e tretë. Nëse do të përmblidhnit me pak fjalë çfarë histori suksesi ka ndërtuar ICT Clubs deri më tani, ndoshta ato momentet më të veçanta që ju frymëzojnë dhe në punën tuaj.
gjatë eventit kam hapur fjalën time dhe ditë ndjej një lloj emocioni, se për herë të parë në gjithmonë gjatë çelit të edicioneve i kemi bërë pranë ambienteve të hubit të teknologjisë, të biblioteka, dhe i kemi pasur grupe, shkollat grupojnë, kur i kisha përballë 450 nxënës të rinj nga shkollat të qytetit, kisha një lloj emocioni dhe realisht unë besoj që është komuniteti më i madh i inovatorëve në Shqipëri. Janë nxënës që presin, janë kurioze, prezantimet e tyre, idetë e tyre nga viti në vit vijnë edhe më të sofistikuara, janë më të pjekura dhe guxojnë në ide të ndryshme. Në çdo vit kemi të përfshirë 450 nxënës, pra duke qenë se thash janë 10 shkolla pjesëmarrëse, secilës prej shkollës ne kemi lënë një maksimum prej 50 nxënësish dhe pak më pak janë kolegjet private, duke qenë se kanë një numër më të vogël të nxënësve. Si vazhdon ky bashkëpunim, ose si funksionon e gjithë kjo përgjatë 3 edicioneve, që prej fillimit deri më tani? Bashkëpunimi mes shkollës, mësuesve, gjithashtu besoj që ka një rol shumë të rëndësishëm dhe ju. Shtylla e projektit edhe pika kyçe dhe kontakti janë mësuesit e lëndës TIC që kemi pranë të shkolla. Pra ata janë mentorët dhe mësuesit e tyre të drejt për drejt në programet dhe në projektet që ata krijojnë. Secili nga këto grupe punon pranë mësuesit të shkollës dhe më pas për sesione dhe trajnime vjen dhe tek hubi i teknologjisë, ku fal partneritetit të Bashkisë Kosh me një nga akademitë më prestigjioze në fakt, se kam 15 vjet në tregun Albanian ICT Academy, marrin dhe mentorim dhe trajnime më të avancuara lidhur me ide që duan të zbatojnë. Përmend programime në gjuhën e programit Python, Java, pastaj kalojmë në web design, graphic design, pra fëmijët marrin përtej kurrikulës të tyre shkollore dhe kjo ka qenë thelbi, përveç mësimit dhe kurrikulës të tyre shkollore, marrin dhe njohuri të tjera ekstra për implementimin e ideve të tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse do ndalemi vetëm tek njohuritë që ata marrin në shkollë, atëherë për çfarë do t'ju shërbenin këto trajnime apo mësime ekstra? Prandaj e përmenda që rol të rëndësishëm dhe shtylla e këtij projekti janë dhe mësuesit e tyre të lëndës së teknologjisë, duke qenë se ata din japin kurrikullin e tyre, din t'i orientojnë dhe më pas edhe të avancojnë në. Si funksionon për gjithë ata që janë duke na ndjekur gjatë gjithë vitit, për shembull, si ndodh ky lloj bashkëpunimi midis jush, shkollës, pjesëmarrja e nxënësve? Një falënderim gjë rastin të jap edhe për drejtorinë arsimore, që është një nga partnerët tanë dhe nga bashkëpunëtorët tanë në ideimin dhe në realizimin e këtij programi. Ideja është që hackathoni ose konkursi ka një periudhë kohore të caktuar. Pra konkretisht në çelit edicion 3 ky hackathon do zgjat 3 muaj. Ju e pat çeljen e madhe që janë bërë, ndërkohë që janë shpërndar temat në përshkolla dhe risi e këtij viti nisur nga edicionet më përpara, ku të gjithë punonin për një temë qendrore. Pra vit ka qenë tema si mund të mbijetojmë në Mars. Kështu kanë punuar shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet kanë punuar mbi sfidën transporti inteligjent, pra si do ishte transporti i të ardhmes, nisur nga zhvillimet e teknologjisë. Këtë vit një risi është që secila shkollë i është besuar mësuesve, domethënë secila shkollë do dalë me një temë të vetën. Dhe konkursi i parë që do realizohet në nivel shkolla do nxjerr grupin më të mirë. Një nga sfidat ose një nga shtyllat që ne i kemi kërkuar gjatë këtij programi është që projekte që do ndërtojnë të jenë me impakt real për komunitetin dhe të themi të jenë nesër si përmarrje dhe startupet e tyre. Pra ti kanalizojmë në sipërmarrje dhe në startupe idetë e tyre. Kemi pasur raste të tilla shumë të suksesshme edhe në edicionet e mëparshme. Përmend rastin e një grupi që ka qenë fitues i edicionit të parë, ka qenë një grup nga Raçi Qirinxhi, që idenë e tyre dhe kishin krijuar një web bashkë me një aplikacion ku kishin integruar inteligjencën artificiale dhe kishin digitalizuar dhe incizuar gjithë programin shkollor dhe ju vinte në ndihmë personave me aftësi të kufizuara në shikim. Pra ti mund të thoje
të dëgjoje mësimin e letërsisë dhe këtë ja komunikoje chatit me inteligjencë artificiale që unë dua të dëgjoj mësimin e letërsisë dhe automatikisht filloje dhe dëgjonje mësimin e letërsisë. Di që grupi që ka punuar e ka iniciuar më tej, po konkuron në konkurse Shumë pozitive. ndërkombëtare dhe kombëtare për ta përkthyer në një startup. Edhe mendoj që temat apo kjo ide që ju keni zgjedhur në këtë edicion të tretë do të jetë patjetër shumë produktive dhe shumë pozitive, qoftë edhe për vetë nxënësit, për shkollën, por mbi gjitha edhe për komunitetin. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për zbuluar më tepër nga ky projekt shumë i veçantë, i cili tashmë është në edicionin e tij të tretë, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni Petrina Kalaveshi me I këndoj dashurisë tënde. Është marrëzi e di kur bota tridën të ketë parë do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde Rikthehemi në studion e programit Music Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Megi Koleci, përgjegjëse pranë Bashkisë Korç në sektorin e teknologjisë. Para disa ditësh është lançuar edicioni I tretë I ICT Clubs dhe për këtë jemi duke folur në ditën e sotme së bashku me Megin. Prandaj një pyetje që më vjen është se çfarë bën ICT Clubs të veçantë krahasuar edhe me programe të tjera edukative për të rinj, për fëmijët të cilët janë në qytet. Do më lejoni të ndalem pak këtu. Patjetër. Gjatë punës Hubi I inovacionit ka shumë programe që ndodhi për gjatë gjithë vitit dhe përmend trajnimin e fëmijëve, trajnimin e moshës të eshëm, pra kurse teknologjike që ata marrin nga mosha 7 deri në 15 vjeç. Më pas kemi Code for Albania dhe Korç ICT Academy, një program ndërkombëtar që trajnojnë të rinj nga mosha 15-18 vjeç që bën orientimin për shkollë të lartë. Kemi
klubet e ICT-së, kemi programe dhe trajnime në fushën e aftësimit profesional, pra për të rinjtë që duan të punojnë online në tregun ndërkombëtar të punësimit. Për aty që e bën më të veçantë dhe realisht dhe me disi njëri tjetri dhe si staf e diskutojmë, na fal shumë kënaqësi, sidomos kur shikojmë aq fëmijë të përfshirë dhe më shpresin kur do fillojë, kush është tema, shohim një entuziazëm të paparë të rinjve. Atë që e bën të veçantë këtë program është mënyra praktike të mësuarit. Pra, ashtu siç e përmenda, ky program është ideuar që të rinjtë të punojnë në grupe, dhe punojnë në grupe me 5 veta, punojnë realisht, pra në mënyrë praktike, dizenjojnë dhe programojnë web, kode të tëra, lojra, nuk di. Kemi produkte. Po, kemi shumë produkte. Dhe le të mos harrojmë që gjithë kjo ju shërben jo vetëm në aftësitë e tyre në teknologji, por shumë më tepër. Po shumë më tepër edhe në për shembull puna në grup, socializimi dhe marrja e përgjegjësive, sepse besoj se cili prej tyre ka një rol të caktuar në këtë punë, në këtë projekt. Patjetër, dhe kjo është një nga ato që unë ja u them shpesh, që mos u orientoni të krijoni grup vetëm me shokun shoqe që keni më të afër, po mundohuni që të merrni më të mirin e gjithë secilit, se njëri ka aftësi të programojnë, tjetër ka aftësi të prezantojë, kështu që duhet të kompletojnë njëri tjetrin. Më të mirat e njëri tjetrit. Po atë që e bën më të veçantë, do thoja, është konkurset. Ky projekt është i dizenjuar në 2 faza. Kemi fazë të parë që brenda 10 grupeve 5 nxënësve të shkollës, të grupuar në 5 nxënës, zhvillohet një konkurs dhe zgjidhet më i miri i shkollës. Dhe në shkollat 9-vjeçare ne i kemi të grupuar klasat e 6-ta dhe të 7-ta më vete dhe 8-ta dhe të 9-ta më vete, dhe dalin 2 fitues, një nga klasat e 6-ta dhe të 7-ta dhe një nga klasat e 8-ta dhe të 9-ta, 2 fitues më të mirë të shkollës. Dhe më pas kemi dhe një konkurs tjetër final që më të mirët e çdo shkolle konkurojnë me njëri tjetrin për të shpallur në këtë rast 3 nga shkollat fituese, se del një nga gjimnazet, një nga klasat e 6-ta, 7-ta dhe nga 8-ta të 9-ta. Dhe ajo që dua të theksoj është edhe roli i Bashkisë Korç, që për të gjitha këto shkolla që janë pjesëmarrëse dhe për të gjitha shkollat që kanë fituar, ka pasur një rol si për të mbështetur individin dhe të rinjtë në trajnime, specializime në konkurse ndërkombëtare, por edhe për të mbështetur shkollat përkatëse. Në të gjitha këto shkollat, Bashkia Korçës ka ndërtuar laborator teknologjik, i ka pajisur ato me kompjutere, smartboard, me pajisjet më të fundit, në mënyrë që t'i shërbejnë jo vetëm mësimit dhe t'jeti mësim produktiv, por edhe projekteve të ndryshme që ata zhvillojnë. Dhe kjo është diçka pozitive, sepse edhe jashtë mikrofonit ne ishim duke folur me njëra tjetrën, duke më prezantuar se si ju keni mbështetur jo vetëm shkollat që janë pjesë e këtij trajnimi apo këtij klubi, por mbi gjitha edhe individ, personat cilat vërtet kanë shkëlqyer në fusha të ndryshme të teknologjisë dhe më pas janë mbështetur edhe përtej Shqipërisë. Po. Sa e rëndësishme është puna me mentorë? Ti e preke pak më parë në zhvillimin e ideve, por edhe projekteve të nxënësve, diçka që ju patjetër e realizoni dhe vini në praktik. Puna e mentorëve dhe mësuesve është thelbësore. Mësuesit janë ata që i orientojnë, ja u strukturojnë idenë dhe ju japin ndihmë për të vazhduar më tej. Ndërsa mentorët që bashkia nëpërmjet bashkëpunimit që kanë me Albanian ICT Academy janë mentorë dhe ekspertë të specializuar në fusha të ndryshme, që jo vetëm mentorojnë, por japin trajnime dhe për mësuesit, edhe për nxënësit në fushat ku ata kanë nevojë. Në 3 vite ne kemi arritur të ngrejmë një grup mësuesish që i kanë marrë këto trajnime, duke qenë se çdo vit ne punojmë me të njëjtit mësues pranë të shkollat dhe kanë përfituar nga trajnimet, nga mentorët dhe nga ekspertë kombëtarë, ndërkohë që trajnimet dhe njohuritë që ata marrin i përcjellin tek nxënësit. Patjetër, edhe kështu ata në një farë mënyrë janë mentor për nxënësit e tyre. A ka ndonjë projekt apo ide nga nxënësit që ka mbetur në mendje, ju ka bërë që vërtet të vlerësoni gjithë këtë investim, gjithçka që ju jeni duke bërë veçanërisht për gjatë këtyre 3 viteve?
ka shumë projekte që më kanë ngelur në mendje, sa mezi pres edhe me sfidën që kemi këtë vit të shoh shumë produkte. Përmenda një nga projektet, atë që ishte fitues pranë gjimnazit Raqi Qirinxhi, do përmend një projekt të vjetshëm që ishte fitues nga Shkolla Profesionale Teknike, të cilët kishin ideuar dhe realizuar një dron të pajisur me një kuti të ndihmës së shpejtë, i cili do të bënte të mundur shpërndarjen e barnave në vendet ku ishte pa mundur të shkonte makinat, themi në zonat më të thella rurale, dhe ishte një dron që do çonte barnat. E kanë programuar, e kanë dizajnuar dhe ishin të fituesit e edicionit të vjetshëm të ndërkohë që sfida që ishte vjetë, si mund të jetojmë në një planet tjetër, pra si do ishte jeta jonë në planetin Mars, më ka ngelur në mendje një projekt të cilin kishin ndërtuar një seri jete, pra kishin mundur se të programonin, të marrnin temperaturën, lagështirën, se si do mbilleshin, si do të jetonin bimët në një planet tjetër. Dhe kjo ndërtur patjetër shumë lënë në shkollë. Ndërton STEAM, pra është Science, Technology, i përmbledh të gjithë të lëndët e shkencës, jo vetëm teknologji, po përmbledh dhe fizikë, matematikë, biologjinë. Megi, gjatë gjithë prezantimit herërës ke përmendur disa momente që vërtet edhe mund t'ju sfidojnë atë që u bëni. Cilat mund t'jenë disa nga sfidat më të mëdha, qoftë edhe në zbatimin e këtyre ideve, trajnimeve, projekteve që ju keni? Përpos sukseseve që ti sapo prezantove, disa raste që vërtet tregojnë sukses. Diçka që ndoshta juve ju sfidon. Qoftë edhe shkollat, qoftë edhe vetë nxënësit. Iniciativat të këtilla si kjo e Bashkisë Korç, që besoj jemi i vetmi qytet në Shqipëri që punojmë në këtë kuadër, që kemi ngritur hubin e teknologjisë dhe që po e them edhe këtu që shumë shpejt do rikthehem sërish ndoshta me një projekt tjetër, po shumë shpejt ne do të inaugurojmë edhe bibliotekën Thoma Turtulli, një hapësirë tjetër ku do të bashkëjetoj libri dhe inovacioni, pra do të jetë një hapësirë për fëmijët nga mosha 7 në 15 vjeç. Dhe biblioteka e re do jetë sërish e pajisur me mjete teknologjie, me printera 3D, me krah robotike, pra do jetë një marketplace ku për fëmijë, po që do të bëjë të mundur dhe ndërthurjen bashkë me librin, ashtu siç aktualisht është edhe hubi inovacionit, pra është një bashkëjetesë midis librit dhe teknologjisë, që është dhe sfida. Është edhe sfida, vërtet. Një nga sfidat për të qoftë edhe si qasja, edhe për ne si prindër, edhe për mësuesit, besoj që megjithatë u them që iniciativat të këtilla, si thotë Bashkisë Korç, programe të këtilla kanë krijuar bazën e një kulture inovacioni në qytet, një kulture inovacioni, teknologjie, risie për të gjithë të rinj. Pra ne kemi arritur që në këto 5 vite të kemi një frymë ndryshe të rinjve që merren me këto programe. Sepse patjetër janë në kontakt vazhdueshëm edhe i prekin më nga afër zhvillimet e teknologjisë dhe më pas i bën në zbatim, sepse edhe ju e përmendët, nuk është diçka që ata vetëm e shohin apo të vënë në zbatim nga mësuesit, mentorët e tyre, por e vënë vetë diçka në praktikë dhe shohin edhe në fund të rezultatin. Edhe janë të ndryshëm programe, ndërkohë që ne flasim këtu, pranë ambienteve është duke zhvilluar një festival shkence në kuadër të ministrisë dhe janë duke shpalosur ide dhe projekte të tjera që ka realizuar. Pra ka një frymë të programeve dhe projekteve që ndodhin. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer pas pak edhe për të ndarë edhe diçka të fundit, pse jo, duke u ndalur edhe tek prindrit që janë duke na ndjekur, sepse edhe ata kanë nevojë për të nxitur që t'i mbështesin gjithmonë edhe më tepër fëmijët e tyre drejt teknologjisë dhe qasjes që duhet të kenë, por në këto momente unë ju ftoj të ndiqni Gloria Nure me këngën Unë Dorëzohem.
diçka dorëzon. Këtu më gjen, ndërsa ti pranë më vjen, dëshpruar për ty, dëshpruar për ty. Unë dorëzohem. Shpirtin ti derdhu me hir më shir, kam etje uri, kam etje uri. Me krah të shtrir, lutjen më dëgjon ti, më fol tani Zot. Të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Si një fryte kun, Zoti vepro tekun. Si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro tekun. Si një ere fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro tekun. Si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro tekun. Unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Rikthehemi miq sërish në studio për të ndalur edhe tek dy momente shumë të rëndësishme së bashku me Megin sot. Edhe patjetër një ndër aktorët më të rëndësishëm në këtë bashkëpunim janë prindrit. Folëm për mësuesit, si mentor, si mbështetës, edhe si ideator pse jo edhe të shumë projekteve në bashkëpunim me nxënësit e tyre, por për prindrit Megi, çfarë mund të themi, si kanë qenë ata deri më tani, sa të hapur, sa bashkëpunues, sa i kanë nxitur pse jo edhe fëmijët dhe adoleshentët për qenë pjesë e këtyre kurseve dhe trajnimeve. Prindrit dua t'i falenderoj, sepse realisht në punën time kanë qenë bashkëpunëtorë dhe i kanë orientuar fëmijët drejt programeve teknologjike. Ashtu siç e përmendam përpara, pranë hubit të inovacionit, trajnimi fillon nga mosha eshme, nga mosha 7 në 15 vjeç. Dhe në 3 vite që ne kemi filluar trajnimin e të rinjve në fusha të ndryshme të teknologjisë, mesatarisht janë 300 deri në 350 fëmijë që marrin një uri teknologjike çdo vit. Dua t'i lajmëroj dhe t'i ftoj që janë hapur regjistrimet e reja për kurrikulat e reja.
I ftoj që ti regjistrojnë fëmijës, janë hapur kurrikulat për Python, graphic design, web design, game development dhe modelim 3D. Kështu që unë përveç se falenderime për prindrit për mënyrën se si janë qasur dhe se si orientojnë fëmijët drejt teknologjisë, nuk kam. Një pyetje, Dhe flasim vetëm shifra, domethënë ne kemi në kurrikulat janë 3 mujore, po, janë 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë dhe ne kemi çdo 3 muaj grupe të reja. Dhe në një vit kalendarik ne numërojmë mbi 300 fëmijë që na frekuentojnë këto kurse. Jam kurioztare, janë fëmijët në këtë rast që i nxisin prindrit e tyre që t'i bëjmë pjesë të këtyre grupeve apo prindrit janë ata që orientojnë fëmijët? Mendoj që është e ndërsjellët. Duke qenë se ka vite dhe ky si program dhe Edhe fëmijët tashmë njihet flasin, në po qytet, edhe po. prindrit janë të gatshëm ti orientojnë fëmijët, mendoj që është një marrëdhënie e ndërsjelltë. Po dua të përmend këtu sërish rolin e Bashkisë Korç që për trajnimin e fëmijëve ofron një mbështetje financiare për 60%. Pra të gjitha kurset dhe trajnimet që marrin fëmijët kanë një lehtësi financiare që mbulohet nga Bashkia e Korçës në masën 60%. Dhe patjetër kjo është një mbështetje shumë e madhe, Patjetër. sidomos për prindrit, të cilët duan t'i çojnë fëmijën, unë e di edhe në pozicionin që jam, dua që fëmijët e mi të jenë pjesë e kurseve, grupeve të ndryshme për shumë arsye, jo vetëm për ato përfitime dhe njohuritë që marrin, por edhe për te këtyre, por që ndonjëherë vështirësitë ekonomike i stepin edhe i kufizojnë dhe kjo është një mbështetje shumë e madhe, megjithash një mbështetje konkrete, sepse është një mbështetje ekonomike. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do t'ju jepni të rinjve të cilët ndoshta dhe hezitojnë të bëhen pjesë e ICT Clubs apo të ndjekin ato idetë e tyre, sepse e dim që të rinjt janë shumë të apasionuar pas teknologjisë, kanë shumë ide, por ndonjëherë mbeten në atë ambientin e tyre më të ngushtë edhe të rhiqen përballë gjërave më konkrete. Mesazhi im është shumë i thjeshtë. Edhe e them kudo dhe sa herë takoj, është guxoni. Pra, të guxojnë, të mos hezitojnë asnjëherë përballë ideve që kanë, të guxojnë për të eksperimentuar, për të çuar idetë deri në fund, ndoshta edhe pse nuk është produkti më i mirë i mundshëm, pra përvoja që marrin përmes eksperiencave të këtilla si ICT Club, si trajnimet që ata ndjekin, si njohja me bashkëmoshatarët e tyre dhe i gjithë përvoja që fitojnë në përgjatë këtyre projekteve nuk ka të krahasuar. Për gjithsesi do t'i ftoja që të guxojnë dhe të besojnë në idetë e tyre. Mendoj që këta të rinj sot janë mendjet e ndritura të tartë mes nesër. Pra këta janë ata që do ndërtojnë shërbime më të mira, do të ndërtojnë produkte më të mira për komunitetin. Megit, falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, kënaqësi të ishim së bashku. Ty personalisht, por gjithë stafit tuaj uroj shumë sukses në këtë punë të vazhdueshme, e cila tashmë ka disa vite, por që jam e sigurt që edhe në të ardhmen do të ketë edhe më shumë interes për shkak të teknologjisë, gjë që është e pashmangshme nga gjithë secili prej nesh. Shumë faleminderit dhe kënaqësi të vi sërish me projekte të tjera. Kënaqësi. Jeni gjithmonë të mirëpritur. Kënaqësi edhe për mua. Të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne përfundojmë bisedën në këto momente së bashku me Megin. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Rikthehemi pas pak.